Rrëfehet Lajert Vasili, zbulon arsyen pse nuk është martuar. Lajert Vasili, një nga figurat më të komentuara pas daljes nga Big Brother VIP Albania, tashmë është bërë pjesë e panelit të opinionistëve në përputhen. Me stilin e tij të prerë dhe qëndrime, ai ka sjellë debat të menjëhershëm në studio, veçanërisht kur ka prekur temën e martesës dhe përgjegjësisë brenda saj. Gjatë një diskutimi mes konkurrentëve, ku u fol për krijimin e lidhjeve të shpejta dhe prishjen po aq të shpejtë të tyre, Lajert i ndërhyri duke theksuar se martesa nuk duhet parë thjesht si një hap romantik apo trendi moshës, por si një vendim me peshë. Nëse burri është burr, martesa nuk është me luaj. Nuk martohesh sot për të penduar nesër. Nuk më pëlqen ideja po martohem, pastaj shohim. Ku shkojmë kështu? Të lësh fëmijët, të gjesh një tjetër rrugëve, këto janë marrëzi. Martesa është e shenjtë dhe kërkon përgjegjësi. Deklarata e tij u prit me reagime të ndryshme. Një pjesë e panelit e mbështeti duke theksuar se sot lidhen shumë marrëdhënie të shpejta, pa baza dhe pa përkushtim, ndërsa një pjesë tjetër argumentoi se të qëndrosh në një martesë vetëm sepse duhet mund të sjellë dëme më të mëdha emocionale për të dy partnerët. Megjithatë, ajo që ra më shumë në sy ishte mënyra e prerë e Lajertit në mbrojtjen e vlerës së martesës. Ai theksoi se sipas tij, lidhjet dhe ndjenjat nuk janë thjesht çështje momentesh. Kur zgjidh partnerin e jetës, duhet ta dish pse. Duhet ta shohësh të ardhmen, jo vetëm të tashmen. Martesa nuk mbahet me dëshira të ditës. Mbahet me punë, përkushtim dhe respekt. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.